Alla ile kallëzon drejt. Ai përmbush ti kriteret me kon pjesën e përqindshme. Rreth 20 deri 25% e njerëzve shkojnë në fitnes her pas here. E veç 5 deri në 7% e njerëzve në krejt botën shkojnë në fitnes rregullisht. Këtë fjalën rregullisht e përdorin për 3 deri në 5 herë në javë ushtrime konsistente për disa muaj minimum. Domethënë nëse ke rrit deri këtu, ka ke më mirë se 95% në krejt botën. Po këtu fillon testi i vërtet te 4 ushtrimet bazë. Shumica dështojnë te e para. 60 kg overhead press. Pse bash 60 kg? Se një shufor olimpike i ka 20 kg, e në secilën anë të saj kemi pas edhe ka një 20 ekstra. E në bench press kemi pas nga 2 për me qu 100 kg. Këto arrin rreth 10 deri në 15% e njerëzve që ushtrojnë rregullisht. Shpesh herë jo me teknikë të pastër edhe kontroll. E për me bo ala më të vështirë, 140 kg ose nga 3 20 në secilën anë në squat. Kjo është çka e ndon fitnesin rekreativ me ata që janë për një me të fortë. Veç 5 deri në 7% e njerëzve që ushtrojnë rregullisht arrin thellësi të plotë në këtë peshë. Kurse e fundit 4 herë nga 20 kg në secilën anë të shufrës ruhet për deadlifta. Veç 3% e njerëzve që shkojnë rregullisht në fitnes e arrin. Domethënë me arrit krejt këto bashk, 2 sene janë sigurta. Ti jenë top 1% e njerëzve më të fuqishëm në planet, edhe sigurt të paktën një herë të ka thonë dikush plumi prapë të shpoj. Po nejse, sa për i këtyne më nëshmi bo ti, let me know në komente. E si gjithmonë mos harro me po follow Urban FM, se dhe subscribe në YouTube.